dëshirueshëm në Ngrada. Vjem transmitimi së bashku tashmë me Virtual Wars për të parë se çfarë po diskutohet në botën virtuale. Disa nga rrjetet sociale do të bllokohen në Australi duke nisur nga data 10 dhjetor për fëmijët e mitur nën moshën 16 vjeçare. E pikërisht nga data 10 dhjetore më tej do të shohim me gjithë bota, do të shohim për herë të parë se si mund të aplikohen ligje të tilla nga një shtet në kuadër të bllokimit të rrjeteve sociale për të miturit e vendit të tij. Mirë po, një nga këto platforma e cila është pjesë e listës zezë të vetë shtetit australian, YouTube ka reaguar duke deklaruar se nëpërmjet këtij vendimi juve jeni duke dëmtuar mekanizmat tanë mbrojtës dhe në fakt jeni duke i bërë të miturit edhe më të ekspozuar ndaj materialeve të dëmshme të cilat qarkullojnë në platformën YouTube. Pasi sipas vetë këtij aplikacioni janë dashur vite për të mos thënë edhe dekada të tëra për të krijuar këtë mekanizëm të sigurisë dhe të realizimit të llogarive me përmbajtje për fëmijë të cilat nuk do të jenë të aksesueshme nga fëmijët e mitur që mund të përdorin platformën YouTube edhe pa pasur një llogari. Po vetë Ministria e Komunikimit në Australi ka deklaruar se nëpërmjet kësaj shprehjeje indinjate YouTube ka pranuar se në rrjetin e tyre, pra në algoritmin e tyre, ka një mori materialesh të cilat janë të dëmshme dhe të patransmetueshme, dhe që ata në fakt duhet punojnë më fort në mënyrë që asnjë video e tillë të mos shpërndahet edhe të vijojë të qarkullojë lirisht në të gjithë botën. Rikujtojmë edhe një herë se janë disa platforma si Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, të cilat do të bllokohen për fëmijët nën moshën 16 vjeçare, duke nisur nga data 10 dhjetor, duke u bërë kështu Australia vendi i parë që e miraton projekt ligjin dhe e nis aplikimin e saj. Do të shohim në fakt dhe do të marrim edhe shembuj se si vendet e tjera të botës, të cilat kanë ngritur gjithashtu shqetësimin për përdorimin e platformave sociale nga të miturit, mund të operojnë në vijimsi. Rikujtojmë se Australia e ka lënë në dorë të rrjeteve sociale. Ato do të gjobiten nëse nuk i largojnë të miturit nga këto platforma për të krijuar pra llogari. E një nga këto platforma është platforma X, e cila është në pronësi të Elon Musk, njeriu më të pasur të botës, që ka gjithashtu një mama mjaft të suksesshme. Është Mai Musk, e cila është një modele dhe që së fundmi është faqur në një projekt në bashkëpunim të artistës shqiptare Adela Osmani dhe fotografi shumë të njohur Fadil Berisha. Në New York është fotografuar dhe Mai Musk në kuadër të projektit të fundit të Adela Osmanit. Maja Musk është një nga gratë më frymëzuese të kohëve moderne, është supermodele me karrierë mbi 50 vjeçare, autore e bestsellerave për vetbesimin, nutricioniste, figure modës ndërkombëtare dhe patjetër nën e Elon Musk dhe patjetër fëmijëve të tjerë. Elon Musk ka edhe një vlla. Bebe Rexha ka shpërndar së fundmi një video ku tregon momente shumë të vyera të përditshmërisë së saj dhe të projekteve të fundit që po realizon. Kujt e prisë mendja, në fakt nuk është dashje çuditshme, që Bebe Rexha është fanse e West Side Family, spesifikisht këngës Ho Chike, e cila duket se mund të jetë edhe pjesë e një këngë të cilën mund ta publikoj së fundmi që ka një tekst në gjuhën shqipe. Ndjekim video. I wanna feel the thunder, I wanna scream. How does it go again? Let the rain fall down. Let the rain
është edhe video e postuar nga Bebe Reqa në rrjetin e saj social Instagram, kur ndër të tjera dëgjojmë flasi shqip me një person në telefonin e saj dhe e dëgjojmë edhe tekstin që ka përfshirë në këngën e fundit me ritme elektronike të vetë Hoçike, një këngë shumë e suksesshme nga West Side Family. Për të folur për të tjera informacione, një studim tashmë po qarkullon në botën virtuale që ka të bëjë me konsumimin e lëngut të portokallit. Sipas edhe studimit, duket se lëngu i portokallit ndikon në mirë agjenën në qelizat imune dhe zvoglon inflamacionin, kontrollon metabolizimin e sheqerit, rregullon presionin e gjakut edhe redukton gjithashtu edhe sëmundjet kardiovaskulare. Në Guangzhou të Kinës ka ndodhur një incident i cili ka pasur dëme materiale, fatmirësisht jo viktima në njerëz. Një kamion që transportonte 2400 litra parafin të lëngshme ka marrë flak disa metra lartësi dhe gjithashtu ka përfshirë dhe bicikleta e-bikes për rreth tyre të cilat kanë bateri të djegshme. Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum është vizituar në vendin e saj nga homologu singaporian dhe bashkëshortja e tij, por një incident ka ndodhur përgjatë pritjes ceremoniale shtetërore. Sheinbaum i ka zgjatur dorën në fakt edhe bashkëshortja zonjës së parë të Singaporit. Kjo e fundit e ka injoruar, duke bërë Sheinbaum që mos i afrohet as bashkëshortit të saj. Pas kësaj vizite zyrtare, Singapori ka deklaruar se do të hapë ambasadën e saj në Mexico City në vitin 2026. Dhe me këtë informacion kemi ardhur në përmbyllje të transmetimit edhe për ditën e sotme. Unë ju rikujtoj se të gjitha këto dhe shumë të tjera mund t'i gjeni në rrjetet tona sociale ku ju ftoj të na ndiqni, mund të na ndiqni në webfaqen abc-news.al, njëkohësisht transmetimin ton të drejt për drejt në valët e radios 105 FM.